Ramadan, welcome holy month Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojm, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojm dhe lutim Allahun që të na mëson të dobishme në hajrin, të na sjell dobi nga ajo dhe lutim Allahun që të na shton ilmin, të na shton diturin. Vëllezër, sot do të flasim rreth një çështje e cila është çështje thelbësore apo çështje themelore. Me fjalë tjera, misioni thelbësor. Çështja e misionit është çështje që Allahu subhanahu wa taala mu për të na ka krijuar. Dhe është çështja esenciale, ajo fillimi, zanafilja. Është çështja e thelbit, çështja e themelit, ku Allahu xhalleshanu thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allahu tregon se çka është misioni thelbësor i krijesës së tij, i gjinëve dhe i njerëzve. Shumë herë vëllezër ne shikojmë televizor, derisa edhe shumë prej muslimanëve me të vërtet e kanë që këtë, nuk thom ide, po gati se edhe bindje, që i gjoja se Allahu xhalleshanuhu prej krijesave që logjikojnë, ka edhe një krijesë tjetër e cila qenë ka më zgjut, më e mençme se sa njerëzit, e ato që kanë UFO, jetojnë diku të lartë, e zbresin herë pas here, e materiale të faktikisht për me bo shpifje, i nxjerrin njerëzit, i përgatitin vetëm gjoja me thuj besimtarve musliman me jam mbështjell çështjet e fesë, ku Allahu tregon për çështjen e adhurimit, thot Allahu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit edhe gjinët, thot Allahu, apo gjinët edhe njerëzit, për arsye se gjinët i ka kriju para njerëzve, edhe kështu fillon Allahu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ne e dim vetëm se për më adhuru mua, thot Allahu, me dëshmu njëshmërinë time. Ne e dim vëllezër se Allahu në Kur'an shumë herë thot: "Efela taqilun", a nuk kuptoni? Efela taqilun, a nuk logjikoni? Efela tatafakkarun, a nuk mendoni, a nuk analizoni? E pasi që Allahu xhalleshanu i bën thirrjes logjikës, mendes të shëndosh, atëherë Allahu xhalleshanu ka treguar pse prej atyre krijesave që e posedojnë to, janë di palë, njerëzit edhe kush? Njerëzit edhe gjinët. E sikur të kish pas edhe krijesë tjetër, a thua Allahu xhalleshanu që atë krijesën që i ka dhënë thuj mençuri, zgjuari edhe mos me e përfshi edhe atë në adhurim. Prandaj këto çështje që më pralla, të çështje që janë lojra, gjoja se një krijesë tjetër, edhe ato më të mençët se njeriu, jetojnë lart në për planetat e ku ta diun, e ato po zbresin. Pse e bëjnë një këtë çështje? A e dini se ku është qëllimi? Gjersa për këtë kanë bërë edhe filma e kështu me radhë, që njerëzve apo generatave që vinë me jau ek prej mendjes se do të ketë një ditë qamet. Pse? Se ajo krijesa që ka është nalt nuk lejon me u bo qameti. Ajo ka me indal këtë çështje. Njerëzit mos me besu në shkatrimin e botës. Pse? E Allahu xhalleshanuhu në Kur'an tregon që Allahu një ditë do ta shkatrone këtë univers. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت أكشتمرات إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بصيفة الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت deri në fund. Do thonë këto janë argumente që Allah thot ka me përfundu kjo, ka me u shkatru kjo. Ky univers, kjo botë, kjo qiell do të shkatrohen. Ato çka thonë, jo, mos keni gajle se ka një krijesë tjetër që nuk lejon të bëhet shkatrimi, që njerëzit akoma të mashtrohen me shpresën e gjatë që nuk ka shkatrim, qenja njerëzore ka me ekzistu,
edhe çka, nëse nuk ka shkatrim botës, ku e kanë qëllimin? Nuk ka dhe ahiret. Pse? Se ahireti Allahu çka thot, nuk mund të ndodhet derisa të përfundon jeta e kësaj bote. E këta me këtë çështje i largojnë besimtarët nga çështja që është më themelore, yu'minune bil ghaib, besimin në të fshehtën. Allahu xhaleshanu kështu e ka fillu Kur'anin, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët e beson gajbin. E këto çka don atë besimin në gajb, në të fshehtën prej zemrave muslimanëve apo generatave që vijnë ta largojnë. E kjo çështja vëllezër, misioni themelor i joni që Allahu xhaleshanu na ka obligu është çka? Është me adhuru Allahun subhanahu wa taala, se për këto na ka kriju Allahu xhaleshanu. Prandaj këtë mision kush e kapi? Këtë mision kush e mban dorë? Këtë emanet të Allahut kush e mori përsipër? Ata të cilët janë të kënaqur me Allahun si Zoti i tyre, janë të kënaqur me Islamin si feja e tyre dhe janë të kënaqur dhe dakord me Muhamedin alayhis salam si robi dhe i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, këto ajete me fjalë shumë të shkurta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, me të vërtet i ka bë dietarët të cilët posedojnë mendje të shëndosh të mahniten me këtë ajet fjalë të shkurta, po Allahu ta tregon komplet misionin ton. Pse ke ardhin këtë dynjë? A e dini sot pse ka kështu jo vetëm se kundërshtime, po ka përplasje, ka çështje që njerëzit me të vërtet e kanë egërsu edhe ambientin, por edhe jetën. Pse? Se janë një shumica e njerëzve nuk e dim pse i ka kriju Allahu xhaleshanu. Kush e din? Një pakic e dim pse e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu e qalilu min ibadi ash-shakur, dhe një pakic është ajo që është falendërues ndaj meje, dhe falënderimi më i madh ndaj Allahut çka është? Besimi në të subhanahu wa taala, pa i përshkruar shok dhe ortak. Dhe kjo është ajeti që i bani të devotshmit që si të tjerë të lotojnë, të qajnë për frikës Allahut subhanahu wa taala, apo të qajnë për shpërblimin, për mirësitë e Allahut xhaleshanu. Kjo është ajeti që i bani besimtarët të qëndrojnë kom dhe të falin namaz dhe mos hetojnë fare lodhje. Kjo është ajeti që i bani besimtarët ta ballafaqojnë, ta përballojnë dhimbjen e stomakut nga kush? Nga etja dhe nga uria. Dhe kjo është ajeti vëllezër që i dajti njerëzit në dy grupe, një grup besimtar dhe një grup jo besimtar. Çështja e adhurimit është diçka e madhe. Prandaj ne jemi që adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, jemi adhurues të Allahut xhaleshanu vëllezër brenda 24 orëve. Jemi adhurues të Allahut edhe në punën tonë kur shkojmë, në përdetyrat tona zyrtare, çka i kemi, jemi të adhurues të Allahut. Ne jemi adhurues të Allahut edhe kur bëjmë tregti me njëri tjetrin, por edhe vetë kur shkojmë treg jemi ne çka adhurues të Allahut. Ne jemi adhurues të Allahut edhe në parahengje, në përdarsma, në përtubime. Ne jemi adhurues të Allahut subhanahu wa taala edhe kur ecim, edhe kur shëtitim, edhe kur flem. Ne jemi adhurues të Allahut xhaleshanu edhe kur bina me flet, edhe kur zgjohena. Gjithë kjo është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu thot: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj se namazi im, kurbani im, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, jeta ime, vdekja ime, gjitha këto i takojnë kujt? I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Pse i takojnë Allahut? La sharika lah. Sa ai është i vetmi i cili nuk ka shok, nuk ka ortak, nuk ka të ngjajshëm, nuk është askush i barabartë me të subhanahu wa taala. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Për këto Allahu më ka urdhëruar mu çka? Me qenë adhurues i tij subhanahu wa taala 24 orë. Edhe gjumin Allahu nëse bie me ibadet, ta konsideron çka? Ta konsideron adhurim. Prandaj Allahu xhaleshanu thot subhanahu wa taala: "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mendoni, thot Allahu, që unë kot ju kom kriju juve, ju kom dhon mend, u kom dhon formën më të mirë, tër kjo fizionomi e juaj, tër këto dhonat dhunti që ja kom dhon, a kot janë to? Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Me një hadith vëllezër e ka nxjerrë Imam Buhari në sahihun e tij nga Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu thot: "Kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam
"Walaysa bayni wa baynahu illa akhirati ar-rahl." Do të thonë ai Samari që ka qenë i hipët thot, mes me dhe Muhamedit alayhis salam nuk ka pas askush tjetër, ne të di kemi qenë. Thot Muadhi, fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadh ibn Jabal." قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. Muadhi thot tha Muhamedi alayhis salam, o Muadhi ibn Jabal, a e din ti të drejtën e Allahut, hakun e Allahut mbi robët e tij, me fjalë tjera, a e dimi ne çka I kemi obligim Allahut? Çka ishte edepi I Muadhit radiallahu ta'ala anhu, kështu që I mësoi pejgamberi alayhis salam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe I dërguari I tij e din më mirë. Pastaj pejgamberi alayhis thot, thumma sara sa'atan fa qala ya Muadh, qultu labbaik ya rasul Allah wa sa'daik. Përsëri tha Muadh, thash labbaik, unë jam I gatshëm ja rasul Allah, unë të përgjigjem edhe jam në shërbimin tënd me kënaqësi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha Muadhit, haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haku I Allahut xhelle shanuhu, haku I Allahut e drejta Allahut mbi robët e tij, çka është? Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mos me I përshkru Allahut xhelle shanuhu shok dhe ortak. Thot Muadhi, thumma sara sa'atan, pastaj ecëm udhtum, edhe përsëri më tha, ja Muadh ibn Jabal, o Muadh ibn Jabal, qultu labbayka ya Rasul Allah wa sa'daik. قال هل تدري ما حق العباد على الله إن فعلوه؟ Tash më tha, oj Muadh, a e din ti e drejta e robëve mbi Allahun xhelle shanu? Çka do thot kjo? Atë që Allahu xhelle shanu ja ka bë obligim vetes së tij ndaj robëve të tij. Çka tha? En la yu'adhibahum ألا يعذبهم. هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا حق الله على عباده ألا يعذبهم. Tha o Muadh, a e din tha çka është e drejta e robëve mbi Allahun xhelle shanu? Do thot atë që Allahu ja ka bë obligim vetes së tij ndaj robëve të tij, nëse ato e adhurojnë Allahun dhe nuk I përshkruajnë atij shok dhe ortak, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. I thash Allahu dhe I dërguari I tij e din më së miri. Tha Muadhi, tha qal haqqullahi ala ibadihi an la yu'adhibahum. Tha nëse robët e tij e adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë Allahu xhelle shanu nuk I dënon ato. Këtë çështje Muadhi vëllezër e mor shumë gëzim të madh dhe I tha Muhamedit alayhis salam, ati përgëzoj njerëzit ja Rasulullah, atë marr mish dhe tha la hatta la yattakilu, mos I lajmëroj njerëzit. A deshi pejgamberi alayhis salam që Muadhi ta mbane këtë fshehet? Jo. Por tha, çështja e adhurimit ndahet në dy pjesë. Ajo e mbrëmshme që bëhet me zemër, besimi, imani, tauhidi, friga, shpresa, mbështetja në Allahun xhelle shanu, dashuria, këto janë çështjet e zemrës. Domethënë grupi që ka të bënë me çështjen veprat e zemrës, por ka edhe vepra tjera, çka janë veprat e gjymtyrëve të trupit, falja e namazit, zekati, haxhi e kështu me radhë. Tha Muhamedi alayhis salam, jo, mos I lajmëron njerëzit se ndoshta ato do t'ju mbështeten vetëm veprave të zemrës e pastaj do t'i lanë mangu veprat që kanë bënë me gjymtyrët e trupit. Thot Muadhi, pastaj thot, dhe këtë hadith vëllezër e ka treguar Muadhi para se me vdek. Tha u frigova se e disha edhe një hadith tjetër të Muhamedit alayhis salam I cili tha, ai I cili men keteme ilmen aljamahu Allahu yawm alqiyamati bilijamin min an-nar. Tha mu kujtu një hadith që Muhamedi alayhis salam tha, kush e mshet diturin nuk e përhapën, Allahu xhelle shanu ka ditën e gjykimit me I vendon një gojemz nga zjarri I xhenemit. Tha për çeto, tha, unë ua tregoj juve këtë hadith dhe ka tregu para se me ndro jetë radiallahu ta'ala عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.